Procesi I votimit për zgjedhjen e kryetarit të DG-s së Partisë Demokratike në Korçë është pezulluar vetëm 40 minuta pas nisjes për shkak të një situate të tensionuar që lidhet me listat e votuesve. Antarët e komisionit ndërpren procesin dhe u larguan nga qendra e votimit duke marrë me vete edhe kutitë e votimit. Shkak për ndërprerjen u bë fakti që një numër I konsiderueshëm antarësh nuk gjetën emrat e tyre në listat zgjedhore, çka solli kundërshti dhe bllokim të menjëhershëm të procesit. Pas pezullimit, drejtuesi politik I qarkut Ivi Kaso zhvilloi një takim urgjent në selin lokale me kandidatët, si dhe me kryetarin aktual Dimitraj Qyfeku. Në takim mori pjesë dhe deputeti Fidel Kreka. Në një deklarat për mediat, Kaso sqaroi se nuk ka pasur përplasje, por një bllokim të procesit për shkak të tentativave për të votuar nga persona që nuk figurojnë në listat zyrtare të antarësisë. Ka padur një bllokim të procesit, I cili aktualisht është I pezulluar për shkak se kanë tentuar të votojnë persona të cilët nuk rezultojnë në listat e antarësisë, cilat janë listat konfirmuara, me të cilat është votuar në procesin e fundit zgjedhor në Korçë për zgjedhjen e kryetarit, si dhe nuk paraqesin dokument antarësie ashtu siç kërkon rregullorja e procesit të votimit e miratuar nga KOKOE në qendër. Dy kushtet për të votuar janë ose të gjendet emri në listën e antarësisë, ose zgjedhësi që paraqitet për të votuar të paraqisë dokumenta identifikimi personal, si dhe dokumentin që provon antarësinë e tij në partisë në një periudhë caktuar. Në mungesë të këtyre dy rekvizitave, personat nuk marrin konsensin e komisionit për të votuar. Nga ana tjetër, kandidati Harito Zoto dhe deputeti Fidel Kreka kundërshtuan rifillimin e menjëhershëm të votimit, duke kërkuar përfshirjen e të gjithë antarëve. Momenti I parë ishte te pjesa e demokratëve. Ishte një rast, ishin dy raste nga komuna Drenove dhe ishin për të votuar. Problemi qëndron që ne nuk mund të përjashtojmë asnjë demokrat të votojë. Nuk e kishin emrin në listë dhe ne nuk mund të pranojmë që ata që janë kryetarë dhe që janë pjesë e Partisë Demokratike të rinë pa votuar. Unë fola dhe me kandidatin tjetër dhe këtë e mora dhe dakordsinë dhe nga kandidati tjetër që po është ky problem që ne nuk I kemi emra në listë. Tani pa një listë të saktë dhe pa pasur të gjithë demokratët, të gjithë ata që duhet jenë përfshirë, ne nuk mund nuk e ka asnjëri të drejtin që të parashtojë asnjë. Nuk po bëjmë dot dakord me drejtuesin E qarkut dhe me ish-kryetarin e Partisë Demokratike për arsyeën e listave, sepse shumë demokrat nuk e kanë emrin në listë. Si kryetar seksionesh, kryetar grup seksionesh, ta njerëz duhet të votojnë. Aktualisht procesi mbetet I pezulluar dhe pritet një vendim për hapat e mëtejshëm, ndërsa drejtuesit lokal synojnë të gjenë një zgjidhje për të zhbllokuar situatën dhe për të garantuar një proces të rregullt zgjedhor.